2 ditë pas ngjarjes së rëndë në periferi të Durrësit, në shkollën Dom Nikol Kacorri, procesi mësimor vijon normalisht. Dyert mbeten të mbyllura dhe asnjë përëndësim për mediat nuk është dhënë, ndërkohë që komuniteti shpreh i tronditur dhe kërkojnë më shumë përgjegjësi nga prindrit dhe institucionet. Është ngjarje tepër e rëndë. Kontrolli duhet me shumë kontroll. Kjo na ka trondit ne si komunitet për arsye se me sa po shohim ne ka degraduar shoqëria, ka degraduar më duket familja. Në kohë të sotme ka ardhur qoftë hashashit, qoftë droga, qoftë kjo pjesa e rrjeteve sociale që lidhen me femra në moshë adoleshencë, që për mua do të jetë prindi kryesor, ai që duhet ta psikologjisin fëmijën e vet. Pastaj kanë përgjegjësi komuniteti, ka përgjegjësi mësuesi, ka përgjegjësi shteti. Me fjalë kjo është zinxhir shkon kjo punë. Ndjehemi keq kur gjejmë raste të tilla. Por kryesisht po ndjekim stilin e reperave për të treguar që jemi gangstera, që jashtë orajt shkollës mosha 14 e sipër konsumojnë hashash, është e sigurt. Boll keq. Edhe duhen edhe kontroll, më kanë edhe policia atë natësh me kontrollu se janë bën fëmijë soli me pisliqet është. I plagosuri 15 vjeç ndodhet në gjendje kritike në repartin e reanimacionit, ku po monitorohet 24 orë nga stafi mjekësor. Autori dhe i plagosuri janë nxënës të së njëjtës shkollë dhe banor të së njëjtës lagje. Në dëshminë e dhënë për policin, 14 vjeçari ka shfaqur pendes për aktin e kryer, ndërsa sipas tij, pikën e ka përdorur për vetmbrojtje. Ngjarja ndodhi mes ditën e së martës, ku fillimisht 2 të miturit u konfliktuan në shkollë, pas një komenti në rrjetet sociale dhe më pas vendosën për t'u sqaruar pas mësimit. 2 të miturit morën edhe shok me vete, duke u përfshirë në një sherr masiv në lagjen 14 të qytetit bregdetar, që përfundoi me plagosjen e rëndë të 15 vjeçarit. Ngjarja rikthen vëmendjen te përdorimi i rrjeteve sociale nga të miturit, që gjithnjë më shumë po gjeneron konflikte të dhunshme mes tyre.